vëllezër e motra, zonja e zotërinë. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Shpresoj se kjo ditë e bukur e bashkëpunimit vëllazëror, e miqësisë dhe dialogut mbi të përbashkëtën dhe të dallueshme mes nesh të jetë një hap i rëndësishëm për forcimin dhe unitetin në dallime. Synimi ynë e vetëm është të forcojmë të përbashkëtën pa cënuar të dallueshmen. Ashtu si në të kaluarën edhe sot, duke u bashkuar në qëllime pavarësisht dallimeve, mund të shpresojmë për një të ardhme të përbashkët për të gjithë. Kjo ditë do të thotë që duhet të forcojmë atë që na bashkon, ndërsa dallimet të mos dominojnë mbi dashurinë, mirëkuptimin dhe respektin. Ashtu, uniteti nuk duhet të kuptohet si një përpjekje për të zhdukur diversitetin tonë. Është një vlerë dhe privilegj i veçantë që sot jemi bashkë në këtë rresht të rëndësishme të dialogut ndërfetar, të iniciuar nga Fondacioni Drita, të cilën nuk kam deri ta drejtoj. Fondacioni ynë angazhohet vazhdimisht për të lartësuar vlerat e dialogut dhe bashkëndesës ndërfetare. Me këtë qëllim kemi iniciuar edhe këtë formë të dialogut ndërfetar për të forcuar përkushtimin tonë ndaj mirëkuptimit, respektit dhe bashkëndesës mes komuniteteve të ndryshme fetare në Kosovë dhe më zjarë. Shkynojmë që këtë rrugë të vazhdojmë edhe në vitet e ardhshme, sepse jemi të bindur se paqja nuk është një gjendje statike, por një model jete që duhet kultivuar vazhdimisht nga të gjithë ne. Kësaj radhe kemi zgjedhur modelin tonë shqiptar për ta forcuar dhe për ta ofruar si shembull në shoqërinë etnike, kombëtare dhe politike, si në lindje ashtu edhe në perëndim pse jo. Pikërisht në këtë kohë, kur bota përballet me sfida të shumta, përçarje, konflikte dhe tendenca për të vënë dallimet mbi atë që bashkon, ne sot dërgojmë një mesazh të qartë. Dialogu është rruga e vetme për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të barabartë dhe paqdashëse. Modeli ynë i unitetit të përbashkëtën dhe respektit për të dallueshmen është mënyra më e mirë për të motivuar shoqërinë drejt të ardhmeve më të mirë për të gjithë. Ne jemi dëshmitarë që Kosova dhe populli i saj kanë një histori të gjatë të bashkëjetesës dhe të respektit mes besimeve të ndryshme, por edhe mes etnive të shumta. Kjo është një trashëgimi e çmuar që jo vetëm duhet ruajtur, por edhe forcuar gjithë më shumë. I nderuari i pesh Dot Gjergji, i nderuar mufti Naim Tërnava, i nderuar president Fatmir Sejdiu, të nderuar i pesh Rok Gjondeshaj dhe Zef Gashi, nderuari delegat apostolik nga Vatikani në Kosovë, zotëri Jean-Marie Shpejsh, i nderuari pastori Kishës Artur Krasniqi, të nderuar pranishëm të shoktor kryetarin e kryeqytetit tonë, në kryetarin Hoxha të kuvendit, shkelqësi ambasador që janë të pranishëm, zonja dhe zotrin, përfaqësues nga gjithë shoqëria jonë, nga shoqëria jonë civile, mysafir të shumët,
Unë fillimisht dua të ndalem në 3 momente, të cilat i konsideroj shumë të rëndësishme për këtë konferencë, në që rast që është fillim të falenderoj organizatorin, është shumë e qelluar. E para, më vjen mirë që kjo konferencë e ka vendosur një simptom e cila nga Republika e Kosovës dhe nga populli ynë do të vërtet të vullose edhe të shndrohet në një simptom ndërkombëtare, sepse unë besoj vërtet që ekziston një model origjinal shqiptar i bashkëjetesës fetare. Një model i cili është origjinal sepse vështirë është të gjendet diku tjetër. Historia jonë e gjatë e popullit tonë të përvojtur tregon se në asnjë moment të historisë tonë nuk mund të gjejmë një konflikt i cili ka bazë fetare në popullin tonë. Kurse kombi ynë është bartës natyrisht i 3 feve të mëdha monoteiste, i 4 feve, do të thoja, të mëdha monoteiste, dhe është vërtet për të studiuar qysh nuk mund të gjendet asnjë tronditje në shoqërinë tonë, në popullin tonë, e cila është me bazë fetare, që kemi pa në të gjithë historinë e Evropës, të rralljon popujt që kanë pas imunitet prej kësaj historie, të luftrave vërtet të ashpra në kontinentin evropian. Prandaj, kur themi modeli shqiptar, vërtet që ekziston ai, edhe duhet të përdoret, duhet të përhapet, akademikët duhet të prodhojnë sa më shumë literaturë për këtë model, sepse ky model është i vërtet dhe është pasuri që e kemi, duhet ta shpërndajmë dhe ta ndajmë të tjerë. I wish to thank too the diplomatic colleagues, which are not coming so often to events of this type. They are more interested. I am diplomatic myself, so I know the mentality and the job and what they are doing. They are more interested in politics and economy, but interfaith is important, and we hope that slowly the diplomatic community will understand the necessity of dialogue in this field. And for this reason, being the nuncio in Slovenia, we encourage this in Slovenia too. And as 16th of June, we have an event there, a little bit the same that here, promoting peace and dialogue in the Balkans, with representative of all the religious communities present in the Balkans, because a solution of coexistence, of happiness, of harmony is not only in political, economical solutions, but in dialogue, in peaceful coexistence between the representative of the different cultures and religions existing in the Balkans. So thank you so much for this day. It is absolutely amazing. It is a moment of openness, and we can earn so many fruits from this day and this morning, and I am excited to read the future joint declaration of the participants. It is a first step to something else, and maybe to something better. As you know, the Holy See promotes interfaith dialogue long time, being the Catholic Church born in an interfaith context. So we try to dialogue since thousands and thousands of years, in many ways, determined, of course, by the cultural and political circumstances of each time. But we understand more and better after the Council Vatican II
the huge necessity of interfaith dialogue. For this reason was established a dicastery, a council dealing with these kind of questions which are very complicated and very delicate. Skika.